Sa e vështirë ka qenë për ju përballja me drejtsinë dhe cili person ju ka qëndruar më afër në këtë betejë? Kjo është një temë në fakt që deri më tani që kur ka filluar kjo përballje, unë nuk jam shprehur asnjëherë dhe nuk do doja që të shprehesha, sepse për sa kohë jam në një proces nuk do doja të flisja. Por ndoshta diçka mund ta them këtu. Nuk do të them për pjesën e procesit gjyqësor, por për pjesën e targetimit gjyqit publik që të bën shoqëria. Shoqëria sotme të gjykon në bazë asaj që shikon në media, që dëgjon në rrjetet sociale. Dhe videot janë ato që më së shumti kanë marrë audiencën më të gjerë. Por duhet ta dim që kanë nxjerr atë që ato duan të nxjerrin, jo të vërtetën që ka ndodhur, dhe jo gjithë kontekstin e bisedës që ka ndodhur, diskutimit që ka ndodhur në zyrë. Diskutimi që ka ndodhur në zyrë është më shumë se aq, sa ata shohin aty. Sigurisht që unë jam kritike me veten, ajo nuk duhet kishte ndodhur, padyshim. Sepse një drejtues është edhe për të treguar durim, edhe për të treguar gjerësi, zemërgjerësi, edhe qetësi, dhe jo shkelje të etikës. Këto janë element që duhet i ketë një drejtues dhe nuk duhet ndodhin. Ku jam kritike me veten në këtë pikë, por gjithë diskutimin dhe gjithë e vërteta është më shumë se sa shfaqet në video. Përballja me drejtsinë vazhdon, do vazhdoj. Unë pres më të mirën prej tyre, sigurisht, por le t'ja lëm kohës këtë gjë.